Për disa muajsh në fakt kam ngritur shqetësimin lidhur me situatën e 102 kontenjerëve që përmbajnë rreth 2800 tonë mbetje të klasifikuara si të rrezikshme dhe toksike. Deklarimi i materialit si mbetje rrezikshme është mbështetur në rezultatet e një laboratori ndërkombëtar. Fakti është se këto mbetje vijnë të ndodhen, siç e shihni, në periferi të Durrësit. Dhe kjo gjë është e papranueshme. Kalimi i kohës shton rrezikun e amortizimit të kontenjerëve dhe nuk mund të shërbejë si zëvendësim për një zgjidhje të lishme, teknike dhe të sigurt. Dua të bëj disa pyetje për kryetarin e Bashkisë së Durrësit. A është problem për të personalisht prania 2800 tonë mbetje të rrezikshme pikërisht në Durrës? Pyetja e dytë është kush është më e rëndësishme për të? Shëndeti, jeta e qytetarëve të Durrësit apo rehatia e Ramës? Dhe e treta, a nuk duhet të bënte edhe ajo presion që e jepet nga e drejta si përfaqësuese e pushtetit lokal mbi Ramën dhe qeverinë, e turpshme deri në dhimbje kjo neglizhencë e saj. Por tani më është bërë normale që të shohim përfaqësuesen e bashkisë, por dhe përfaqësueset e qeverisë që pas fatkeqësive të vinë me tufa lule. Kam dhe disa pyetje në fakt për Ministrinë e Mjedisit. Në fakt për ministrin, si një grup deputetësh të Durrësit kemi kërkuar dhe interpelancë, por nuk na është dhënë mundësia nga kryetari i Kuvendit. Dhe pyetjet janë si më poshtë. Cili është statusi i sotëm juridik dhe administrativ i 102 kontenjerëve dhe cili institucion mban përgjegjësinë kryesore për ruajtjen, kontrollin dhe administrimin e tyre? Pse Ministria e Mjedisit nuk ka bërë publike deri më sot një plan të plot për trajtimin përfundimtar të këtyre mbetjeve? A është i pajisur ambienti ku ndodhen kontenjerët me leje mjedisore ose autorizim të posaçëm? A janë marrë masa dhe analizuar mostra pikërisht në këtë zonë? A konfirmon Ministria se të 102 kontenjerët janë të padëmtuar, të mbyllur hermetikisht dhe pa shenja korrozioni? Vazhdojmë përsëri. A disponon vend depozitimi këtyre kontenjerëve, mbulim, ngareshje, sistem për mbledhjen dhe trajtimin e ujërave të ndotura, sepse është një kusht teknik i cili duhet plotësuar? A janë njoftuar zyrtarisht banorët e zonës, bizneset dhe institucionet që ndodhen pranë zonës, mbi natyrën e materialit, rreziqet potenciale dhe masat që duhet të ndjekin në rast incidenti? Mos harrojmë që kjo është një zonë ku kemi planik, është afër shkollave, afër pallateve me banim, është një zonë industriale ku ka një qarkullim të dëmshëm. Heshtja institucionale nuk mund të jetë përgjigja ndaj një situate që prek drejt për drejt shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve. Unë juftoj në fakt të bëhemi bashkë dhe të kërkojmë llogari. Fundja këtu nuk jam thjesht si një deputet, por megjithatë dhe si qytetar i Durrësit. Po ju them, edhe ne që jemi këtu sot jemi të rrezikuar. Familjet tona janë të rrezikuar. I gjithë qyteti i Durrësit është rrezikuar. Turizmi është në rrezik.